A mund të jetojë një njeri gjithë jetën me vetëm një qëllim të vetëm, mbrojtjen e tokës së vet, edhe kur përballë ka shtete, ushtri dhe regjime që duan ta zhdukin? A mund të refuzosh largimin, të refuzosh dorëzimin dhe në fund të zgjedhësh vdekjen, vetëm që të mos biesh i gjallë në duart e armikut? Dhe është e mundur që një njeri edhe pavarë të njohur të mbetet përgjithmonë i gjallë në kujtesën e popullit të vet. Kjo është historia e Bislim Bajgorës, një prej figurave më të forta të rezistencës shqiptare në Kosovë gjatë gjysmës së parë të shekullit 20. Para se të vazhdojmë, pëlqejini videon dhe abonohuni në kanal, sepse këtu historia nuk është thjesht rrëfim, këtu ajo bëhet përjetim. Bislim Bajgora u lind rreth viteve 1880 apo 1890. Burimet për këtë fakt ndryshojnë. Ajo që dihet sigurt është që vendlindja e tij ishte fshati Kçiç i vogël në shalën e Bajgorës pranë Mitrovicës. Në një kohë kur këto troje ishin ende pjesë e perandorisë osmane, ishte biri i Kadriut dhe Tahires, në një familje shqiptare me rrënjë të thella në atë zonë, e cila kishte lëvizur nga Bajgora drejt Kçiçit të vogël dhe më vonë drejt zonave përreth Mitrovicës. Ai u rrit në një ambient ku rrëfimet për rezistencë ndaj pushtuesve dhe mbrojtje të tokës shqiptare nuk ishin thjesht histori, por pjesë e identitetit familjar. Në një kohë kur tensionet etnike në Ballkan po rriteshin dhe perandoria osmane po dobësohej, shqiptarët në Kosovë përballeshin gjithnjë e më shumë me rrezikun e humbjes së tokave dhe zhdukjes së identitetit të tyre. Që në rini, Bajgora u përball me realitetin e ashpër të jetës në Kosovë. Ai u rrit në një kohë kur shqiptarët përballeshin me politika shtypse, sidomos gjatë periudhës së mbretërisë së Jugosllavisë, ku kolonizimi serb dhe konfiskimi i tokave shqiptare ishin pjesë e një strategjie të qartë për ndryshimin e strukturës etnike në rajon. Në këtë realitet, ai nuk mund të bëhej neutral. Dhe shumë shpejt e kuptoi se në këto troje nuk ishte vend për neutralitet, ose luftoje, ose nënshtroheshe, dhe ai nuk ishte njeri që nënshtrohej. Kur në vitin 1904 dy xhaxhallarët e tij u vranë në luftën e Mitrovicës, ajo ngjarje nuk ishte thjesht një tragjedi familjare për të, ishte një kthes. Ishte momenti kur Bislim Bajgora e kuptoi se lufta nuk ishte zgjedhje, por caktim. Në atë përplasje u vranë qindra shqiptarë që kishin ardhur nga e gjithë Kosova për të mbrojtur tokën e tyre, dhe ai gjak i derdhur nuk u harrua kurrë. Ai u përfshi në rrethin e nacionalistëve shqiptar dhe shumë shpejt u bë një figurë e njohur në zonën e shalës së Bajgorës dhe Mitrovicës. Me kalimin e viteve, ai fitoi reputacion si luftëtar i vendosur dhe organizator i aftë. Ai nuk luftonte vetëm për veten apo për familjen e tij, por për një ide më të madhe, mbrojtjen e tokave shqiptare dhe ruajtjen e identitetit kombëtar. Ai nuk ishte vetëm një luftëtar i fortë, por edhe organizator dhe njeri me ndikim të madh në popull. Luftonte kudo ku rrezikohej shqiptari, por ajo që e dallonte nga shumë të tjerë ishte diçka tjetër. Ai nuk luftonte vetëm me armë, ai luftonte edhe me fjalë. Në kohë kur pushteti ushtronte presion për shpërnguljen e shqiptarëve, ai shkonte derë më derë dhe i binte njerëzit të mos e lëshonin tokën e tyre. Dhe ndodhi diçka e rrallë. Familje që kishin shitur pasurinë për t'u larguar, vendosën të qëndronin, sepse një njeri i kishte bindur se toka nuk braktiset. Ai u bë pjesë një rjeti më të gjerë patriotësh shqiptar që vepronin në Kosovë dhe në treva të tjera shqiptare, duke bashkëpunuar me figura të njohura të kohës. Gjatë luftës së dytë botërore, roli i Bislim Bajgorës u bë edhe më i rëndësishëm. Ai u rreshtua me Ballin Kombëtar, një organizatë nacionaliste shqiptare e themeluar në vitin 1942 nga Mithat Frashëri, e cila kishte për qëllim mbrojtjen e shqiptarëve dhe bashkimin e trojeve shqiptare. Në Kosovë, kjo organizat kishte një rol të rëndësishëm në organizimin e rezistencës kundër forcave që kërcënonin popullin shqiptar, përfshirë qetnikët dhe formacionet komuniste që bashkëpunonin me forcat jugoslave.
Bislim Bajgora shërbeu si komandant dhe më pas si oficer i lartë në këto struktura, duke udhëhequr njësi të armatosura dhe forca vullnetare. Ai bashkëpunoi me figura të njohura si Gjafer Deva, Shaban Polluzha, Mehmet Gradica dhe të tjerë, duke marrë pjesë në operacione të ndryshme për mbrojtjen e zonave shqiptare. Forcat e tij përdornin taktika guerile për të goditur armikun dhe për të mbrojtur fshatrat shqiptare nga sulmet. Kur shpërtheu lufta e dytë botërore, Kosova u nda në zona pushtimi dhe Mitrovica me Shalën ranë nën kontrollin gjerman. Në atë kohë shqiptarët e atyre anëve pa një mundësi për të larguar sundimin slav dhe për të marrë në dorë administrimin e vendit. Në këtë kontekst, me 21 prill 1941, në Mitrovicë u mbajt një mbledhje ku vendos që pushtetin vendor të ushtronin vetë shqiptarët. Dhe pikërisht këtu hy në skenë Bislim Bajgora si figurë kyçe. Shkollat filluan të hapeshin në gjuhën shqipe. Administrata kaloi në duart e shqiptarëve dhe u formua njësi të armatosura për mbrojtjen e vendit. Bislim Bajgora u bë një nga komandantët kryesorë në këto struktura, duke organizuar mbrojtjen e popullatës dhe kufive shqiptar. Në këtë periudhë, ai u përfshi edhe në operacione të drejtpërdrejta kundër forcave që vepronin kundër interesave shqiptare. Një nga ngjarjet më të rëndësishme lidhet me vitin 1944, kur forcat e tij arrestuan dhe ekzekutuan Vasil Shanton, një organizator komunist që bashkëpunonte me partizanët jugoslav. Kjo ngjarje nuk ishte thjesht një përplasje ideologjike mes nacionalistëve dhe komunistëve. Ajo kishte edhe një dimension tjetër, shumë më personal dhe të dhimbshëm. Sipas burimeve, kjo vrasje ishte edhe një akt hakmarrje, pasi forcat e Shantos kishin vrarë Adem Boletinin, djalin e heroit Isa Boletini. Në atë kohë, nderi dhe gjaku kishin një peshë të madhe në shoqërinë shqiptare dhe humbje të tilla nuk harroheshin lehtë. Kur në vitin 1941 qetnikët kërcënuan Kolashinin me djegje dhe masakra, Bislim Bajgora mobilizoi luftëtarët dhe u nis drejt atij vendi. Ajo që ndodhi më pas është treguesi qartë indikimit të tij. Palë ndërhyrjes së tij dhe të luftëtarëve shqiptar, nuk u dogj asnjë shtëpi shqiptare. Në një kohë kur fshatrat të tëra zhdukeshin, Kolashini shpëtoi. Por sfida më e madhe erdhi në vitin 1943 në Pazarin e Ri. Aty qetnikët po kryenin mizori mbi popullatën shqiptare dhe bosnjake. Fshatra digjeshin, njerëz vëriteshin, madje edhe gra e fëmijë. Dhe përsëri, Bislim Bajgora nuk qëndroi duar kryq. Me rreth 200 luftëtar, ai u bashkua forcave shqiptare që shkuan për të mbrojtur popullin. Luftimet zgjatën mbi 7 javë, ishte një përballje e gjatë, e ashpër dhe e përgjakshme. Por ajo tregoi diçka shumë të rëndësishme. Shqiptarët nuk do të rrinin më të shpërndar përballë rrezikut. Ata po organizoheshin. Por pas përfundimit të luftës së dytë botërore, gjithçka ndryshoi. Në vitin 1945, pushteti jugoslav nën Josip Broz Titon mori kontrollin dhe filloi ndjekjen e nacionalistëve shqiptar. Shumë prej tyre u larguan nga Kosova për të shpëtuar jetën, por jo Bislim Bajgora. Kur i than të largohej, ai refuzoi. Dua të vdes në vendin tim, dhe nuk ishte thjesht një fjali, ishte një vendim. Ai kaloi në ilegalitet dhe vazhdoi rezistencën kundër pushtetit të ri. Në vitin 1946, forcat e tij ndërmorën një aksion të guximshëm kundër një kolone jugoslave, ku u vran 18 pjesëtar serb të Oznas dhe Knojit. Ky ishte një mesazh i qartë: lufta nuk ishte mbaruar, por çdo goditje e tillë e afronte fundin. Në marsin e vitit 1947, pas ndjekjeve të vazhdueshme, grupi i Bislim Bajgorës u zbulua. Forcat jugoslave e rrethuan dhe filloi përplasja e fundit. Një nga një, bashk luftëtarët e tij ranë. Ai mbeti i vetëm, i plagosur, i rrethuar, pa rrugdalje.
Dhe pikërisht në atë moment ndodha ajo që e kthen këtë histori në legjend. Besohet se për të mos rënë gjallë në duart e armikut, Bislim Bajgora e vrau veten. Një fund tragjik, por për të një akt lirie. Pas vdekjes, trupi i tij dhe ata të shokëve u ekspozua në qendër të Mitrovicës për të friksuar popullin, por njerëzit nuk u friksuan. Ata kaluan në heshtje dhe i nderuan. Sepse e dinin se përballë tyre nuk qëndronte një armik i shtetit, siç e quante propaganda, por një njeri që kishte luftuar deri në fund për tokën e vet. Dhe ndoshta ironia më e madhe është kjo. Pushteti deshi të përdor vdekjen e tij për të mbjellë frikë, por në vend të frikës mbolli respekt. Edhe sot, varri i tij nuk dihet me saktësi, por emri i tij jeton, sepse disa njerëz nuk ka nevojë për varr që të kujtohen. Ata jetojnë në histori. Bislim Bajgora ishte një prej tyre. Po ju, a mendoni se figura si ai janë vlerësuar sa duhet në historinë tonë? Shkruani mendimin tuaj në komente. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në vidion tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.